Tregoni pak a shumë, cili është transformimi më i madh që e keni bën? Ka transformime që ky djali, edhe ky është 40 kg i ka hup. Më e madhe është që kjo po më duket transformimi më i madh. 10 për sa? Dyko 3 muaj, është që 4 muaj veç. Ky ka kajt, ta kom shti me kajt në fitness. Në fillim do më thonë, për shkak të vështërsive, Fillim në fund. Jo, po ka hek shumë. Kur je aty 135 kg, nuk t'hidhet me thonë një foto me bo, apo kuptan? Ky ka vujt shumë, është edhe ajo faza e depresionit, pak që t'kap, e she vetën që s'po t'bjen kur gjo, s'pe gjen vetën të shoqënia, se ka dhe që t'bolizojnë, apo kuptan? Je i trar, s'ki vend të nja. Adin që ajo i ka ndodhë edhe këti, ka pas pak probleme, po o këfil, i kena këfil. Me këta duhet edhe me ditë edhe më konë edhe psikolog, me fol, me ta abdin, i kom dajt gati, ka pas obligative, kjo me më qu foto të në kohën që ka hanë, abdin se është një super transformim, se njerëzit shkojnë e ekin, lukthin, investojnë zisa mi euro, edhe a i hupin as i hupin 40-50 kg. Kjo ka hup në njërë naturale, o fjalla, me sport, edhe me ushqime që aja kam shkruone, që aja është e mirë, edhe që aja më bën krenar për këto suksese. Ka sukseset shumë ta, po ka dhe njerës që nuk pranojnë me dalë. Din e kanë, ju vjenë në bare, se kam unë e mesazha, kam edhe që si kom taku ata njerës kur online që këna bashkunu, dhe më thonë, në për shtetet ndryshme. Adin mi ka qu fotot, po ma ka bo më smiqit kërkasë, s'kom qef edhe normal. Na i qesim veç klienta që ne apin drejten. Edhe këto edhe në faqet tjera që i kem. Po, në ndërkohë kemi edhe fotografi të tjera edhe diferenca tjera. Ka shumë. Po, që tash sigurisht do të na shoqërojnë. Kur flasim për krejt këto mbase edhe për pjesën e peshës edhe gjithë shka tjetër, sa është ndoshta e përhapu në vendin tonë, sepse në botë, si pas statistikave, obeziteti shkon në rritje, gjdo vetë më shumë, kjo për shkak ndoshta edhe mënyrës së jetesës, edhe mënyrës së ushqimet, dhe ndoshta në të kalumen shumë ushqime që janë tash edhe nuk është që i kanë konsumu ose diçka tjetër, pra nuk është që janë shumë të shëndetshme, themi kështu. Sa e vreni jo, sa ka numër në rritje kështu, që janë në mbi peshë? Numër ka shumë se na e vrejmë klienta, na tham e vrejmë me sezona, se kur vjen vakti pranverës, veç kur i shohim, vinë këtë plotësum jona, apo kupton? Të nëshi, adin për verë këfile pak i hubin ka 15 kg, 20 kg, shkojnë deti e krynë, edhe kjo ka pas sukses. Prap këthejnë peshë që në konë. Shohim këto, e fotografin, pra nësë nuk gaboj, ka i ri në moshë. Po, në moshë, shumë i ri, 18 dikut, 18-19 vjetë. Po, tasht, 121 kg, tasht 91. 91. Okej. Sa është problematike, ndoshta të punosh edhe me të ri, sepse e tha që është edhe psiqike, sidomos kur je i ri, ndoshta je halon atë moshën që je duke u rrit, ende i ki disa teka, është pak ma problem, ndoshta. Duhet me dit, unë thash, unë jam gjendje edhe jam konë gjendje edhe jam gjendje mi u përgjish klientit edhe në ora 3, nëse më thirë, ose nëse më shkrun, abdin jam qështut pëndina, qështut që ka mu i me hongër, që ka mu i me bo, apo kuptan se unë e bëj prej dëshires edhe nuk e bëj për të holla, apo kuptan, unë kur kam sukses, unë të hollat i kam të garantume. Adin, po mendoj, kur kam sukses me klienta,